Ishim në një konferencë. Pra kjo. Më mirë ta mbyllësh që mos mbaj përgjegjësi Monika për fjalën. E keni parë që sa po afrojmë afër fundit, aq më pak po komentoj dhe thjesht po hedh meme. Nuk kam çfarë të komentoj, është për kaq herë përsëritur. Domethënë mbaj mend tek akaunti vjetër, se unë kalova kështu 1-2 ditë që nuk po postoj asgjë te ky akaunt i ri, se po qetësohesha, kupton se isha tepër aktiv tek akaunti i vjetër. Dhe po mendoja, po them të njëjtat gjëra. Like the same shit every Tuesday and Saturday. Mbaj mend vjet që bëja meme, domethënë bëja pove dhe meme me Big Brother 4, Albania. Pa fund! Këtë vit! Bo... Jashtë, më vriste syrin fakti që krevati jot nuk ishte Tani, a ju duket normale që i dashur your lover, your whatever, fiksimi, situationship, whatever vlla, të thotë që ti ndrova çarçafët se kishe zgjyrë, kishe zhull. Tani, kush ka të drejtë? Ka të drejtë Mateo që i hoqi çarçafet zgjyrë, apo ka Brikena të drejtë që zgjyrë dhe s'ka nevojë t'ia thotë para gjithë shqiptarisë? Cheers. Qa sa po thaj disa që Brikena zhullse dhe nuk lahet? Sipas te disa kush është banori më i pastër aty brenda? Dhe shndriti, më fal. Dhe shndriti është. Ju të dy jeni më pastër. Juela, ti ke ndenjur gjatë me Brikenën edhe në një krevat, apo jo? E ke hasur ndonjëherë këtë problem që thotë disa, sepse domethënë bisedën e disa e ka bërë edhe në praninë tuaj. Po, Juela. Ose në një kuptim ke qenë dakord me atë që të them të drejtën Ledion, pra je dakord. Juela gigante e dua. Vallaj dëgjoni, un kam pasur eksperiencën time me Brikenën te Supernova, që them nëse është e pastër apo zhulse. Vetëm zhulse që nuk është Brikena. Brikena e di çka ka, dhe që lyhet shumë, lyhet trupin me make-up edhe duket kështu. Domethënë kur mund të ulet nëpër vende të bardha mund të lërë shenja nga make-upi, por zhulse jo. Gjithmonë ka qenë e pastër, gjithmonë bante herë pastërti, jo herë parfumi, herë pastërti, domethënë flokët e pastra. Nuk e di, mund pyesni dhe ish konkurrentët e Supernovës, por Brikena ka qenë një nga vajzat më të pastra.